vëmendja më e madhe shkon tek fëmijët, por kur kalojnë një moshë, le të themi 18 vjeç, çfarë bëhet me ta? Asgjë. Të gjithë janë të izoluar nëpër shtëpi dhe çdo gjë, çdo kontribut i çdo prindri që ka dhënë prej vitesh, prej 18 vitesh themi apo 10 apo 15 vitesh, shkon në zero, ose mund të kalojë edhe në skajin tjetër që të agravojnë dhe më shumë. Sepse nëpërmjet adoleshencës shfaqen element patologji të reja, siç është epilepsia, siç është skizofrenia, të cilat janë shumë vështira në menaxhim dhe duke ndetur inaktiv, izoluar, kjo gjë e bën të zhvillohet dhe më tepër. Pra kjo është gjendja aktuale të rinjve që janë në tërë Shqipërinë. Nuk ofrohet një qendër ose një trajtim më i specializuar për këta fëmijë, nuk e ofron le të themi as shteti, po as në privat. Jo, qendër e specializuar vetëm për të spektrin e autizmit jo. Ka qendra që grumbullohen të gjithë tipologjitë e aftësisë kufizuar, gjë që nuk është e mirë, sepse këta fëmijë mësojnë duke pasur atë imitimin si element të tyre, ata mund të marrin stereotipi të tjerëve. Dhe kjo është problematike për ta ndryshuar ose për të arritur problemin në autizmin e tyre. Dhe trajtimi nuk mund të jetë njësoj si të gjithë aftësia tjetër e kufizuar. Ju jeni edhe prindi një fëmije me çrregullime të këtij spektri. Cilat janë sfidat që hasni si prind, por edhe përkrahja që merrni nga institucioni? Unë jam nëna e një 21 vjeçari, pra kam 21 vite që rend nëpër klinika, nëpër terapi dhe në këto ambiente kam takuar nëna dhe prindër me problematika të shumëllojshme. Dhe unë nuk dua të flas vetëm në emër të problemit tim, se sot zëri im është për të folur në emër të gjithëve. Dhe po të them që problematikat janë marramundse, janë një plagë që rritet dhe hapet çdo ditë. Jo është një plagë dhe rrin aty, po ajo hapet e zmadhohet çdo ditë nga problemet ekonomike, psikologjike dhe sociale. Të gjitha këto bëjnë që autizmi në familjet e të rriturve në familje bëhet shumë e vështirë dhe për pjesëtarët e tjerë të familjes. Është një vështirësim vete, rëndes psikologjike, pamundësi ekonomike, terapi nuk shkojnë dot, se s'ka as vende, po nuk ka as ambiente ku t'i çojnë për të argëtuar. Pra gjithandej situata është në jashtë shërbimit tyre. Pavarësisht se nga fillimi deri në sot kemi përmirësime në kushte, disa kushte ose disa qendra, por këto nuk janë të mjaftueshme, nuk mund të gëzohemi me kaq. Se ndërkohë autizmi vetëm rritet dhe këta të rinj, këta fëmijë rriten. Dhe për këtë s'është menduar. Është fokusuar çdo gjë në terapinë e hershme që është tepër e rëndësishme, por nuk mjafton me kaq, sepse këto do rriten dhe duhet kishte politika që të kishin menduar edhe për këtë. Kur këta të rinj, këta fëmijë të rriten, çfarë do ndodh me ta. Dhe kempi që ne marrim nga shteti është minimalist. Ai mund të jetë një javë terapi. Sepse terapitë janë 15.000 lekë dhe fillon dhe shkon deri në 35. Një orë. Po të jetë gjithkohë në një qendër i cili duhet marrë këta të rinj tashmë nuk ka nevojë për terapinë e tavolinës, ka nevojë për terapi të funksionimit tyre, të aftësimit tyre, të marrë si një zanati, gjë që ne kemi si fokus në qendrën tonë. Por një qendër nuk mund të jetë që përfshin gjitha. Prandaj edhe unë ngrej zërin, unë nuk dua të jem e vetme, po unë jam një për të nxjerrë në pa një problematik të fjetur, një problematik që vdhem në familjet e gjithë shqiptarëve që e kanë këtë breng dhe familjarëve të tyre. Brenga jon ku do rrin këto fëmijë, ku do jenë nesër kur ne mos jemi më. Ky është refreni i gjithë prindërve dhe dhimbja që dhem çdo ditë e hap plagë çdo ditë.